Shqipëria po zbrazet, emigracioni ul popullsinë me 1.2%, Tirana përjashtimi vetëm. Popullsia e Shqipërisë ka rënë me 1.2% gjatë vitit 2024, sipas të dhënave të publikuara nga Instat, duke reflektuar nivelin më të lartë të emigracionit në dekadën e fundit. Rënja është e ndjeshme në qarqe si Kuksi, Dibra dhe Gjirokastra, ndërsa qytetet bregdetare kanë parë kurrje sezonale për shkak të çmimeve të larta dhe zhvendosjes së banorëve drejt emigrimit të përhershëm. Përjashtimi vetëm është Tirana, e cila tashmë përfaqëson 32.1% të gjithë popullsisë së vendit, duke u rritur më afro 30.000 banor brenda një viti. Urbanizimi dhe përqendrimi i vendeve të punës, arsimit dhe shërbimeve e kanë bërë kryeqytetin epiqendër demografike, ndërkohë që pjesa tjetër e vendit po përballet me plagje dhe boshatisje rurale. Ekspertët paralajmërojnë se nëse kjo prirje vijon, shumë zona të Shqipërisë rrezikojnë të humbin vitalitetin ekonomik dhe kulturor, ndërsa sfida për të mbajtur të rinjt në vend mbetet kritike. Kjo është Shqipëria sot, një vend gjithnjë më shumë i përqendruar në një qytet të vetëm.